Mbrëm në ora 23:40 në Tetov, punonjës policie nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin IM 30 vjeçar nga Tetova, sepse te ai është gjetur dhe konfiskuar një substancë e bardhë pluhur. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 17:50 në rrugën Gjorgje Petrov në Tetov, punonjës policie nga SPB Tetov kanë arrestuar personin NT 27 vjeçar nga fshati Poroj, i cili ishte në kërkim me urdhër arresti në bazë të një urdhri të gjykatës për vuajtje të dënimit me burg për veprën penale marrje e mjetit motorik sipas neni 242 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit me burg. Dje në ora 11:35 në rrugën e Ilindenit në Tetov, punonjës policie nga SPB Tetov kanë arrestuar, privuar nga liria personin NA 68 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se rreth orës 11:20 në Tetov kishte sulmuar fizikisht personin KD 42 vjeçar nga Velesi, një guid turistik, ndërsa priste që turistët të dilnin nga xhamia e Pashës. Sipas denoncimit, ai ishte përpjekur me një send të shpoj gomat e autobusit me të cilin transportoheshin turistët dhe kishte kërcënuar dhe shoferin e autobusit. Pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Në ora 14:30 në SPB Tetov, FR 58 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se para ndërtesës në rrugën e Ilindenit në Tetov ishte sulmuar fizikisht nga fqinja e saj SHA nga Tetova, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 19:15 punonjës policie nga DPB Gostivar kanë privuar nga liria personin EA 30 vjeçar nga Gostivari. Ai rreth orës 18 ishte denoncuar nga vllai i tij 24 vjeçar se pas një grindje të shkurtër e kishte sulmuar fizikisht dhe e kishte kërcënuar se do të aktivizonte një bombë shoku, të cilën ai kishte marrë dhe fshehur jashtë shtëpisë. Sipas denoncimit, EA më vonë kishte kërcënuar vëllain me një send të mpret. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 9:30 në DPB Gostivar është denoncuar se në rrugën magjistrale Kërçov-Gostivar, një automjet i tipit Fiat me targa të Shkupit, i drejtuar nga DS 63 vjeçar nga Shkupi, ka dalë jashtë rrugës. Në aksident, pasagjerja e tij DS 91 vjeçar nga Shkupi ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në qendrën mjekësore Gostivar. Inspektim në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i DPB Gostivar. Dje në orën 18:30 personi AM 22 vjeçar nga Gostivari dhe në ora 19:05 28 vjeçarja MA gjithashtu nga Gostivari kanë denoncuar se në rrugën JNA dhe në rrugën Beliçica ishin sulmuar fizikisht nga DJ nga Gostivari, po merren masa në zbardhjen e dokumentimin e rasteve.